3 shtetas të Maqedonisë së Veriut, 1 person i rritur dhe 2 të mitur, kanë humbur jetën në një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur dje në autostradën A1 në afërsi të Unecit në Sloveni, ka njoftuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Sipas njoftimit, në aksident janë lënduar edhe 2 persona të tjerë që ndodheshin në automjet, të cilët gjithashtu janë shtetas të RMV-s. Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Ljubljanë ka marrë njoftim zyrtar nga policia slovene për një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur më 27 gusht 2026 në autostradën A1 pranë Unecit. Në aksident kanë humbur jetën 3 persona, 1 i rritur dhe 2 të mitur, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 2 persona të tjerë që ndodheshin në automjet janë lënduar dhe gjithashtu janë shtetas të Maqedonisë. Rasti po trajtohet nga autoritetet kompetente policore në Koper. Sipas informacioneve të lidhjes automotët të Slovenisë, aksidenti ndodhi dje pasdite, kur një kamion për shkak të një defekti ishte ndalur në hapësirën e parashikuar për ndalim. Për arsye ende të panjohura, drejtuesi i automjetit ka goditur pjesën e pasme në anën e majtë të remorkjos. Në momentin e aksidentit në automjet ndodheshin 5 persona, të gjithë shtetas të Maqedonisë së Veriut. Mjeku ka konstatuar vdekjen e 3 personave në vendin e ngjarjes. Një person i lënduar rënd është transportuar me helikopter në spital, ndërsa drejtuesi i automjetit është dërguar me ambulancë.